Për sa i përket qëllimit dhe synimit të krijimit, në Shkrimin e Shenjtë na jepen arsye të veçanta që Perëndia pati për krijimin e botës. Së pari na shkruhet që Perëndia i krijoi qiejt dhe tokën si shfaqje të lavdisë së Tij, shfaqje të madhështisë dhe fuqisë së Tij. Tek Psalmi, libri i Psalmeve në Bibël 19 vargu 1, por edhe tek Psalmi 8 na thohet që qiejt tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të Tij. Dhe në fakt po ta mendojmë ose të përdorim pak fantazinë, se Perëndia na ka pajisur në fakt dhe me fantazi, duke parë dhe duke imagjinuar gjithë kozmosin e krijuar për një çast. Le të themi nga gjerësia e pafundme e gjithë gjithësisë, dhe mos harrojmë që universi është i pafund, e deri tek ato që njohim, që kanë parë sytë tanë. Pra kalojmë nga fantazia, nga imagjinata, kalojmë tek faktikja. Nga kozmosi tek natyra. Dhe le të themi tek bukuria e natyrës, ose tek rregulli i natyrës. Çfarë na mbetet tjetër për të bërë vetë se të qëndrojmë, le të themi, të mahnitur nga gjithë kjo bukuri, nga gjithë ky rregull. Dhe gjithë kjo bukuri në fakt, dhe gjithë kjo madhështi, në fakt reflekton pikërisht madhështinë e Zotit ton, Perëndisë ton dhe krijuesit ton. Pra mjafton vetëm pak imagjinat dhe një ndalesë të gjithë kjo bukuri që shohin sytan dhe që njohim, pra vetëm nga natyra për të mësuar pikërisht këtë madhështi. Çka ishte, sipas Shkrimit të Shenjtë, le të themi dhe arsyeja e veçantë e krijimit të botës. Pra Perëndia do ta tregoj veten se sa i mirë dhe i madhërisëm është. Së dyti, mund të kuptojmë nga Shkrimi i Shenjtë që Perëndia i krijoi qiejt dhe tokën për të marrë mbrapsht, si të themi, lavdinë dhe nderin që i takon. Dhe imagjinoni kur Perëndia pret të marrë kaq shumë lavdi nga krijimi i Tij, nga natyra, nga kafshët, nga shpendët, le të mendojmë për një çast se sa më tepër dëshiron dhe pret Perëndia që të marrë lavdi edhe nga ne njerëzit. Njerëzit që i ka krijuar, pra flasim për ne qenjet njerëzore, që na ka krijuar sipas shembullimit të Tij. Ai patjetër që do që gjithë secili të pendohet, që do thotë kthehet në rruga e Tij e egos, që është mëkati kryesor dhe rrënja e çdo mëkati, është egoizmi. Ego do thotë unë në greqishtja, pra unë, dhe njeriu të kthehet tek ai dhe ne. Pra të jetojë për të dhënë lavdi Perëndisë dhe për ta dashur dhe tjetrin si veten, çka është plani i krijimit të Perëndisë. Pra Perëndia dëshiron këtë gjë dhe pret që njeriu t'i japi lavdi, sepse është krijesa e Tij dhe ai e dashuron krijesën e Tij. Pra Perëndia e do njeriu. Perëndia i do të gjithë, por kemi thënë që nuk do mëkatin. Dhe thamë që krenaria është rrënja e mëkatit, kur njeriu shkëputet dhe jeton jetën e tij pa Perëndinë. Së treti, na thuhet në Shkrimin e Shenjtë, tërthortazi, që Perëndia e krijoi tokën për të siguruar një vend ku qëllimi dhe synimet e Tij për njerëzimin të mund të plotësoheshin. Dhe kemi thënë që Perëndia krijoi Adamin dhe Evën sipas shembulltyrës së Tij, që të kishte me ta një marrëdhënie personale dhe plot dashuri gjatë gjithë përjetësisë. Pra krijoi njeriu për të patur përjetësime të marrëdhënie me të. Pra Zoti, për ne besimtarët e krishterë, nuk është diçka, le të themi, një koncept abstrakt, ose siç thon disa fe të tjera që Zoti është vetë natyra, është universi, ose diçka që nuk mund ta dallojmë dot. Për ne Perëndia Zoti, duke qenë një qenie personale, që ka treguar madhështinë e Tij që te krijimi i Tij, dhe që na përmbushet pamja e karakterit të Tij në mishërimin në birin e Tij Jezu Krishtin, të cilin mund ta njohim në bazë të Biblës, të Shkrimit të Shenjtë, por duke patur dhe frymën e Shenjtë që na prind tek të vërteta, cilën Perëndia jep të gjithë atyre që besojnë te Krishti. Për ne Perëndia është i njohur. Ne arrim ta shohim dashurinë e Tij, arrim ta shikojmë se sa i kujdeset për gjithçka.
Keni imagjinuar ndonjëherë zemrën që rre për shembull? E dim që nga shkolla fillore që nëse zemra ndalet për një çast, sikur 1 sekond, njeriu vdes, pra trupi vdes. Imagjinoni si jetojmë ne me gjithë ato rraura zemre dhe si njerëzit çdo gjallës. Vetëm këtu po të fokusohesh tek vetëm një dukuri e krijimit, e kupton se sa i madhërisëm është Perëndia dhe se si e mban ai gjithçka në jetë. Pra vetëm te zemra. Po të vazhdosh më tej pasaj të analizosh gjithë natyrën, siç kanë bërë shumë shkencëtarë, filozofë dhe të tjerë, vetëm sa mrekullohesh me gjithë këtë krijim. Dhe kur mendojnë që jemi pjesë e krijimit dhe jemi krijuar për të jetuar në dashuri, në mënyrë që të jemi në këtë planin e përjetësisë që Perëndia ka bërë për gjithë ne, atëherë gjithçka merr më shumë kuptim. Pra, këtë kërkon Perëndia, të ketë një marrëdhënie me njeriu. Këtë marrëdhënie prishi Satanai me mësimin e tij që shon njeriu në një rrugë egoiste, por Perëndia kërkon prapë që ta rivendosë këtë marrëdhënie dhe e ka bërë këtë gjë me anë të Jezu Krishtit, ardhjes së tij në tokë, mposhtjes së pushtetit të vdekjes, që është pushteti kryesor i Satanit, çka u duk me ringjalljen e Krishtit, ngjitjen e tij në qiell dhe marrjen e frymës së shenjtë të gjithë besimtarëve që besuan tek ai. Por që të kthehemi te krijimi, pra thamë për Adamin dhe Evën, Perëndia pra e projektoi njeriu si një qenie trini. Pra i dha atij shëmbulltyrën e vet. Duke qenë vetë qenie trini, edhe njeriu u bë një qenie trini që kishte trup, shpirt edhe frymë. Pra me mendje, me ndjenja dhe me vullnet. Me anë të cilave pra qenia njerëzore mund t'i përgjigjesh lirshëm, pra në liri Perëndis si Zot, dhe të adhuroj dhe t'i shërbej atij me anë të besimit, me anë të besnikërisë dhe mirënjohjes, si çdo marrëdhënie tjetër që Perëndia pret nga ne. Po pati besim në një marrëdhënie, po pati besnikëri, po pati dhe mirënjohje në çdo marrëdhënie, si në çift, si në punë, në shoqëri, besimi, besnikëria dhe mirënjohja janë atributet e një marrëdhënie të shëndetshme, të mirë. Dhe Perëndia i ka dhënë njeriu pikërisht këto aftësi që njeriu të mund të krijojë të njëjtat marrëdhënie dhe me të tjerët. Dhe pikërisht për sa i përket marrëdhënies, njohim nga Shkrimi i Shenjtë që Perëndia donte kaq shumë këtë marrëdhënie të ngushtë me njeriu, saqë edhe kur Satani arriti të hundonte Adamin dhe Evën, që të rebeloheshin dhe mos i bindeshin urdhërimit të Perëndis, ai premtoi, siç kemi thënë në fillim, të dërgonte një shpëtimtar, që nga libri i parë i Biblës, pra një profeci që na jepet që në fillim, dhe ky shpëtimtar do ta shpengonte njerëzimin nga pasojat e mëkatit. Na jepet kjo te Zanafilla 3:15. Në këtë mënyrë, Perëndia do të kishte një popull në pronësi të tij, i cili do të gjente kënaqësitë e Zotit, do ta lavdëronte dhe do të jetonte në drejtësi e në shenjtëri përpara tij. Pika kulmore e qëllimit të Perëndis për krijimin është regjistruar në fakt në librin e fundit të Biblës, pra folëm më së shumti tani te libri i parë që është Zanafilla, ndërsa te libri i fundit i Biblës, çka quhet zbulesa, Gjoni, që është autori i këtij libri, pra apostulli Gjon, përshkruan fundin e historisë, kur përmbushet plani i plot i Perëndis, dhe thuhet që ai, pra Perëndia Zoti, do të banojë me ta, pra me popullin e tij, dhe ata do të jenë populli i tij, dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi i tyre. Na thuhet kjo te zbulesa 21 dhe 3. E mbyllim dhe këtu këtë mësim të dashur miq, uroj që jeni inkurajuar dhe në temën në vazhdim, pas pak do flasim për krijimin dhe për teorinë e evolucionit. Pra do prekim disa pika dhe aty. Miru dëgjofshim.